Në 27 vjetorin e masakrës së Reçakut, kam kënaqësi që ftoj në këtë komunikim të drejtë për drejtë njeriu i cili po jep një kontribut ndoshta edhe për historinë e vendit, sepse është duke mbledhur prova, duke mbledhur dëshmi. Ai zotron gati 2000 video kaseta të gjithë periudhës vështirë të luftës në Kosovë. Megjitha edhe dëshmi të tronditse, do duhet themi, të masakrës së Reçakut. Kam kënaqësi të ftoj në bisedë Esat Shalën. Esat, përshëndes, shumë faleminderit për kohën, mirë se erdhe në Ballkan Update. Përshëndetje edhe për juve. Në fakt, ju më keni dërguar gjatë paradites teksa ne komunikonim për këtë bisedë të drejtë për drejtë, një material të gjatë, gati 50 minuta filmim të masakrës së Reçakut, por për shkak se planet janë vërtet të rënda, kemi prerë një pjesë prej tyre, po transmetohen ndërkohë që ne jemi në këtë komunikim të drejtë për drejtë, një pjesë prej tyre po ashtu janë shoqëruara me blur, është mbuluar disi figura për të shmangur edhe atë tronditjen. Megjithatë, masakra e Reçakut ka ndodhur dhe ti i nje ato plane më mirë se kushdo tjetër. Çfarë do të thotë të dokumentosh plane të asaj që është plaga e një shoqërie? Po, fillimisht, për mu ka qenë shumë problem, më morë me arkivimin e gjenocidit serb në Kosovë, duke morë parasysh moshën që në kom postë në atë kohë, dhe pas përfundimit luftës, kun fillu grumbullimin dhe arkivimin e të gjitha masakrave në Kosovë, ku në mesin e tyne ku më rrit me siguru dhe masakrën e Reçakut, njëra ndër masakrat që ka bo buj më shumë të në gjithë globin ku jetojmë, po fillimisht ka qenë problem me bind veten që me shiku këtë masakër edhe me vazhdu kërkimin e masakrave të tjera që kanë ndodhur në Kosovë, sepse pomet janë shumë trona edhe shumë tronditse. Pa diskutim, janë plane të rënda, janë tronditse sikurse edhe ti thua, po je duke bërë një punë e cila ndoshta do të ndihmojë më vonë në gjithë procesin e përballjes me të vërtetën. Esat, ku i depoziton ti materialet që grumbullon? Unë masakrat që kanë ndodhur në Kosovë dhe mbi 30.000 orë nqizime, cilat i posedojnë personalisht, i ruajnë hard diska dhe një pjesë të madhe e kam, domethënë, kaseta VHS, mbi 6300 kaseta, cilat janë pa digitalizu dhe nuk i kum shiku deri më sot asnjëherë se çfarë ka në ato kaseta. Unë jam e interesuar të kuptoj nëse institucionet shtetërore në Kosovë apo organizata ndërkombëtare kanë shprehur interes për materialet që ti zotron. Se kujtojmë ka një proces të hapur për ishkrerët e UÇK në Hagë, e ndoshta këto do të ishin materiale që do të ndihmonin në proces. Po, unë personalisht i kum dërgu vitin e kaluar mbi 2000 orë nqizime në gjykatën speciale të Hagës, edhe shumë fotografi tjera, dëshmi gjalla, ku në mesin e tyre është edhe masakra e Reçakut, dhe për fat keq ende gjykata speciale nuk i ka dëshmu këtë krime cilat unë i kum dërzu nëpërmjet avokatit Hashim Thaçit. Pra, materialet që ti zotron nuk janë marrë për bazë si prova nga Haga? Ende ju, për fat keq, janë refuzuar nga gjykata speciale e Hagës. Ke informacion se me që argument është refuzuar pranimi këtyre materialeve? Po me siguri, shteti serb dhe shteti rus është duke dhënë miliona euro në gjykatën speciale që këto materiale mos të publikohen në gjykatën speciale, sepse janë argumente dhe fakte shumë reale dhe ku shifen të gjitha masakrat në Kosovë në vend ngjarjes, edhe besoj që krerët OÇK-s do të liroheshin të pafajshëm nëse publikohen këto fakte dhe shteti barbar serb do të merrte dënimin e merituar nëse vetëm shfaqen këtë masakra në gjykatën speciale. Esat, unë do dua të të pyes pak tani edhe për përjetimet. Pash paraditën e sot me materialin që më dërgove, pra të plot të videos që është duke u transmetuar, pa diskutim unë ndjeva e tronditur, po çdo të thot për ty emocionalisht të përballesh
gjatë punës tënde, gjatë arkivimit tënd me të tilla plane që tregojnë se si mbi popullin e shqiptarëve të Kosovës është ushtruar një dhunë e tillë, një masakër e tillë, një krim kundër njerëzimit. Çdo të thotë përballesh emocionalisht me të tilla pamje? Po fillimisht në moshën 14 vjeçare, unë e kom fillu me shiku këto incizime, dhe të njëjtën kohë e kom bërë grumbullimin e tyre në teren, ku ka qenë shumë e vështirë me shiku këtë masakra, sepse në ka po me shumë trona, edhe kom problem që me bind veten edhe me shiku, po dhe me vazhdu punën cilën e kom marrë vullnetarisht punën që do me marrë shteti, jo me marrë një fëmi i Kosovës. Po pomjet kanë qenë qatë shumë trona, sa që sot kanë probleme me shëndet, probleme shumë serioze kam. Pra, po thuaj që këto materialet ty të kanë rënduar psikologjikisht? Po normal, sepse 20 vite me shiku këtë pomje të paktën 5 orë deri në 10 orë në ditje, o shumë e arsyeshme nëse unë kam probleme psiqike në të ardhmen. Sepse janë pomje shumë trona, janë pomje që është problem edhe me bind veten që ka mujtë me ndodhë kjo gjenocid në shtetin tonë. Po, me bind veten që këto që po shikon kanë ndodhur vërtet, po Esad besoj se ti je i fort edhe vazhdon misionin tënd për arkivimin. Duhet të pyes si ke rënë në kontakt për herë të parë. Ju thatë keni qenë 14 vjeç kur ratë në kontakt për herë të parë me materialin e parë. Cili ka qenë ai? Po materiali por ka qenë lufta në Ladrevs, në Llapëshnik, ku në atë kohë kom shikuar të incizim shumë herë, edhe kom kërku me gjetë diçka më shumë, që une nuk e kom po asnjëherë. Kom arrit pastaj me siguru masakrën e Zbicës, ku i kom shiku 127 shqiptar, dhe më hanë të ekzekutuar me mjetet ftofta, dhe më hanë me sapot, ku kanë qenë gjithë në kukë, kanë pas kukën e dëmtune, kanë pas durë të këpota, kam të këpota, dhe një farë mënyrë e këshisha si kur tinza të qysh, sepse kom problem me shiku direkt atë incizim çfarë ka ndodhur. Kur e shtisha kasetën me këshyr, e shtisha të qysh me frikë, çdo herë thesha çka mund me pas kjo kasetë. Dhe kur kom shiku masakrën e Zbicës, jam trondit shumë edhe s'kom besu që ai krim ka mujtë me ndodhë në shtetin tonë të Kosovës. Dhe për fat keq, për këtë masakra nuk u bën asgjë deri më sot. Po, edhe rasti i masakrës së Reçakut, sot 27 vite ende nuk kemi asnjë të dënuar, tronditse do duhet themi, megjithatë ajo masakër në një farë forme shërbeu për t'i dhënë zë ndërkombëtarisht asaj se çfarë do ndodhte më pas me Kosovën, e do tërhiqte vëmendje ndërkombëtare. Po nuk më tregove se cili ishte burimi, si i sigurove materialet e para, kush të drejtoj diku ku ti arrite të siguroje këto incizime apo kaseta? Po në fillimisht kum hulumtu, kum kërku me gjetë veten time edhe të familjes në video apo në foto, ku këna qëndru në Malit Berishës ofër 3 muaj, dhe ku më arrit me taku shumë njerëz, ku kam pas incizime të luftës, kam pas kamera, dhe fillimisht ka qenë problem në atë moshë, në atë kohë, mi bind ta njerëz, mi dhonë këto incizime. Sepse kom qenë shumë i ri, edhe kur jam shku me kërku videot, më kanë thonë kush je ti, qa po dënë këto incizime, edhe ti je shumë i ri, jenë tu që pikeq përdori. Kur një pjesë e molle e kamermonave me kanë rrohur, me kanë maltretuar, po nuk kam hjek dorë asnjëherë derisa i kom marrë ato incizime, dhe për fat mirë si kum keq përdor asnjëherë, sepse kontributi është i tyre, jo i jemi, dhe për fatin të mirë, domethënë me gjithë kamermonat e luftës kam sot raporte shumë të mira dhe me motivojnë që me vazhdu këtë punë në të ardhmen. E kuptoj që brenda vetes ti këtë e ke si mision, po mes filmimeve, a ka filmime edhe nga gazetarët huaj që mund të kenë qenë në terren atë kohë për të bërë dokumentimin e ngjarjeve tronditse brenda territorit Kosovës? Po vitin e kaluar, në kamermoni norvegjez, me emnin Paul Saladin Revsdal, me nofken Piteri,
unë atë ku ka qenë luftë në Kosovë kamerman, ku është edhe i plagusun, dhe mo vitin e kaluar ka ardhur nga Norvegjia, dhe mi ka dërzu mbi 5.080 video dhe mira fotografi cilat vetaj i ka bon. Në atë ku. Janë video autentike. Po kameramani në fjalla ka dëshmuar në Hag, ke informacion, për të kuptuar pak se cilat materiale pranohen? Jo, për fat keq nuk ka dëshmu në Hag, po edhe për fatin keq, dhe më shteti Kosovës nuk e ka dhënë asnjë mirënjohje këtij kamermani i cili ka rrezikuar jetën e vet për me argumentu dhe me inqizu luftën e Kosovës. Esat, unë të falenderoj shumë për kohën, për këtë dëshmi të ndën të dëshmive që ti në fakt zotron, që janë trondice që duhet të merren parasysh, që do duhen të mbrohen ndoshta e të merren seriozisht, jo vetëm nga gjykata speciale në Hag, ku procesi aty është i diskutueshëm, po të ruhen minimalisht si prova, si dëshmi nga institucionet e Kosovës. Këtë pjesë unë nuk arrit ta kuptoj pse ato nuk po ruhen apo nuk po mbrohen. Gjithsesi uroj që ti të mos dorëzohesh e ta vazhdosh misionin tënd. Të falenderoj shumë për kohën. Faleminderit për juve dhe respekt për mundësinë. Ju përshëndes.